Sa të interesuar jeni për fushatën? Fare. Fare? Fare. Nuk do merrni pjesë në zgjedhje? Fare. Pse? Po, pse? Atë dua dhe unë, pse? Unë nuk bëjmë pjesë as nga Qykra, as nga Qykra. Ka punuar 45 vjetë dhe marrë pension 147.000 lekë para. 12 vjetë që që nuk arritu 4%. 6.000 lekë vetë, 6.300 lekë fare. Iku gjo. Kuptoj, s'ka gjë. A i tjeli që do të vi pushtet, shkatroj tërë vendin, na i ka fëmit, unë e fillë e katë me gruan në shpit. Iku gjo. Unë kam patë probleme me shëndetin. Shumë probleme. Kam përkat dëryrje tu, që të shëndoj falë, unë kam lesht e kokën, më them lesht të tjera. Nuk të kam mbuluar asnjë? Po asnjë dhe sot. E shikon të djetë e kam. Tani sa e mora, 6.000 lekë kynë, so pa bukaq. Jep me, fotohrove. Ja, ka goca. Goca, të takoj, 6.000 lekë tani. Hajtë më qëmë më ti. Hajtë më thuaj, dakor t'ja po. Ti ke shumë të drejtë të zbësh zgjedhjen tënde të shkosh ose jo në zgjedhje. Jo, nuk pa thema tje që më vërë t'i kry, po. Hajtë më mëso, hajtë më qetëso më mirë them. Unë nëse do kisha diçka në dorë, do bëja patjetër diçka. Shumë vajzë mirë, shumë gozë mirë. E shikon të di? Bile... Mua më dhim se të shumë mosha juaj. Më tepër se një ditë pensioni që. Shumë e dhimbshur për moshën tuaj, shpresoj shumë që të ndryshoj. Nuk ndryshon që. Nuk ndryshon. Nuk ndryshon se të janë të e dutur. Po të vishti, po të vinë kjo, po vi fëmija im. Këtë vit ka goxha të rinj që kandidojnë në fushatë. Ti mendoj se do fitoj ndonjëri apo pra ata që kanë qenë? Më thuaj qil, 3.000 lekë. Shpresoj shumë të ndryshojnë gjërat. Nuk ndryshoj gjërat.